Horoskopi 7 tetor 2025, Dashi, sot, Dashi mund të ndjej një valë të lehtë konfuzioni që e bën të vështirë të ruash ritmin tënd të zakonshëm. Mund të ndodhë që komunikimi me të tjerët të mos jetë aq i qartë sa dëshiron, ose që njerëzit të mos i kuptojnë qëllimet e tua. Edhe teknologjia apo planet e përditshme mund të dalin nga kontrolli për pak çaste, në vend që të zemërohesh apo të përpiqesh të korrigjosh gjithçka menjëherë, universi të këshillon të ngadalësosh. Kjo është një ditë për të vëzhguar, për të dëgjuar dhe për të kuptuar më shumë se sa për të vepruar. Në marrëdhënie mund të lindin tensione të vogla në biseda, dikush mund të këmbëngul për të pasur të drejtë. Dhe kjo mund të zgjojë anën tënde konkurruese. Por kujto, jo çdo betejë vlen të fitohet. Ndonjëherë, qetësia është forma më e mençur e forcës. Në orët e fundit të ditës, gjithçka fillon të qetësohet. Do të ndihesh sikur mjegulla mendore po largohet dhe po shikon gjithçka më qartë. Merr pak kohë për veten, ndoshta për të reflektuar ose për të bërë diçka që të qetëson shpirtin. Një ecje në natyrë, një kafe e qetë, apo thjesht pak heshtje, do të ndihmojnë të rigjenerohesh. Në fund të ditës, do të mësosh që nganjëherë, edhe një ditë e paqartë mund të drejtojë drejt qartësisë. Demi, për ty, Demi, dita sjell energji të përziera mes bashkëpunimit dhe keqkuptimit. Ka shumë për të mësuar përmes marrëdhënieve me të tjerët sot, por rruga drejt mirëkuptimit mund të kalojë nëpër disa tensione. Në biseda, dikush mund të keqinterpretojë fjalët e tua, ose mund të ndihesh sikur po e humbet durimin me ritmin e njerëzve përreth teje. Mos haro se jo gjithmonë ke nevojë të japësh përgjigje menjëherë, ndonjëherë heshtja është më e fuqishme se fjalët. Në aspektin profesional, mund të ndjesh pak pasiguri ose dyshim për një vendim të rëndësishëm. Mos vepro me nxitim. Sot nuk është dita për zgjedhje impulsive. Merr kohë. Mendohu dhe dëgjoj intuitën tënde, ajo do të drejtojë më saktë se çdo këshill tjetër. Në shtëpi apo në marrëdhëniet personale, mund të kesh nevojë për më shumë hapësirë. Njerëzit rreth teje mund të jenë pak më të ndjeshëm, ndaj ruaj butësinë në fjalë dhe sjellje, ndërsa dita ecën, energjia e tensionuar zbutet. Do të ndihesh më i lirë mendërisht dhe emocionalisht. Kjo është koha e duhur për të kthyer vëmendjen tek gjërat që të japin kënaqësi, ndoshta një projekt personal, diçka artistike, apo diçka që ka pritur vëmendjen tënde. Në fund të ditës, do të kuptosh se çdo sfidë që të ka lodhur sot, në fakt të ka mësuar diçka të vlefshme për durimin, qëndrueshmërinë dhe forcën tënde të brendshme. Binjakët, sot, binjak, mendja jote është më aktive se kurrë, por kjo vrull intelektual mund të sjellë edhe lodhje. Ndikimi i përplasjes mes Mërkurit dhe Uranit krijon tension midis detyrimeve të tua dhe dëshirës për liri. Mund të ndihesh sikur rutina të mbyt, sikur dikush po të kufizon hapësirën që të nevojitet për të marrë frymë. Në komunikim, mund të ndodhë që dikush të keqinterpretojë fjalët e tua, ose ti vetë të reagosh me nxitim ndaj diçkaje që dëgjon. Kujdes me fjalët, sot mund të jenë më të forta se sa duket. Në aspektin e punës, kërkohet përqendrim dhe durim. Nëse nuk e gjen dot menjëherë zgjidhjen e një problemi, mos e shty veten drejt analizës së tepërt. Tendenca për ta menduar çdo detaj mund të lodhë më shumë se vetë puna. Në planin emocional, mund të ndjesh se disa ndjenja të vjetra po ngjallen sërish, ndoshta shgënjime, ndoshta kujtime që se di pse po kthehen tani. Mos i largoni. Vështroi si sinjale që universi po të jep për të kuptuar më mirë veten. Nëse arrin ta kanalizosh këtë energji në mënyrë të dobishme, mund të bësh përparime të mëdha, ndoshta duke gjetur një zgjidhje që të ka munguar prej kohësh. Ndërsa dita ecën, gjithçka qetësohet. Mjegulla mendore fillon të shpërndahet dhe intuita jote të udhëzon drejt vendimeve më të mençura. Mos haro, liria e vërtet nuk vjen nga shmangia e përgjegjësive, por nga aftësia për t'i përballuar ato me qetësi e zgjuarsi. Gaforja, sot, gafore, një ndryshim i papritur në plane mund të befasojë ose të hedhë jashtë ritmin. Energjia e ditës nuk është e qëndrueshme, ndaj mos e merr çdo ndryshim si pengesë, ndoshta është thjesht mënyra e universit për të treguar një drejtim të ri. Në marrëdhënie, mund të ndihesh pak më i ndjeshëm ndaj toneve të tjerëve.
Një koment i vogël mund të të prek më shumë se zakonisht, ndaj përpiqu të mos reagosh menjëherë. Merr frymë, dëgjo dhe lëri emocionet të qetësohen para se të flasësh. Në aspektin e punës apo përgjegjësive mund të ketë vonesa ose keqkuptime që të lodhin. Në vend që të reagosh me ankth, përdor këtë ditë për reflektim dhe rivlerësim. Ndoshta diçka në mënyrën si po e menaxhon kohën apo energjinë ka nevojë për rregullim. Mos harro se forca jote e madhe është instinkti emocional. Ai do të tregojë çfarë është e drejtë dhe kush e meriton vërtet durimin tënd. Nëse sot ndihesh sikur po të mungon qartësia, është sepse je shumë afër situatës. Bëj një hap pas. Shiko gjithçka nga larg dhe kuptoje më me gjaktësi. Në fund të ditës do të ndjesh një lehtësim të brendshëm. Mund të kuptosh se jo çdo gjë kërkon reagim të menjëhershëm. Ndonjëherë paqja vjen kur mëson të mos kontrollosh çdo gjë, por të besosh në rrjedhën e jetës. Luani, sot, luani mund të ndiej sikur bota përreth nuk po e kupton siç duhet. Komunikimi me njerëzit që ke afër mund të mos rrjedh lehtë, ndoshta sepse ke shumë për të thënë, por fjalët nuk të dalin ashtu siç do. Aspektet e sotme të Mërkurit mund të krijojnë tension të brendshëm dhe ndjesinë e një pritjeje që nuk po mbaron. Mund të duket sikur je gati të arrish një qëllim, por diçka gjithmonë të pengon. Megjithatë, universi po të fton të mos dorëzohesh. Ndonjëherë vonesat dhe devijimet janë mënyra e jetës për të drejtuar drejt diçkaje më të mirë. Në marrëdhënie është e mundur të mos ndihesh i kuptuar, apo të mungojë përgjigjja që pret. Ndoshta dikush i afërt është më i ftohtë, më i heshtur ose më i tërhequr se zakonisht. Mos e merr personale, çdo njeri po lufton me mendimet e veta sot. Ky nuk është momenti më i mirë për të kërkuar këshilla ose për të shprehur ndjenja të thella. Përkundrazi, është dita për të rikthyer tek vetja, për të ruajtur qetësinë dhe për të vëzhguar nga distanca. Në fund të ditës do ta kuptosh se pavarësia shpirtërore që fiton në momente të tilla është një dhuratë më e madhe se sa duket. Ndonjëherë të qëndrosh vetëm me mendimet e tua është mënyra më e mirë për t'i kuptuar të tjerët. Virgjëresha, për ty, virgjëresh, dita sjell ndryshime të papritura në plane dhe keqkuptime të vogla që mund të lodhin. Mund të ndihesh sikur njerëzit nuk po dëgjojnë me kujdes, ose se idetë e tua nuk po kuptohen siç duhet. Por në thelb, kjo është një mundësi për të parë më qartë se çfarë dëshiron vërtet. Energjitë e ditës mund të bëjnë pak më të ndjeshme ndaj kritikës, ndaj përpiqu të mos reagosh me stres. Në vend të kësaj, përdor çdo pengesë si pasqyrë për të kuptuar më mirë mënyrën si mendon dhe komunikon. Nëse ndjen presion për të përfunduar shumë gjëra në pak kohë, mos harro se jo gjithçka duhet bërë menjëherë. Bëj pushime të shkurtra, merr frymë thellë dhe mos e lejo perfeksionizmin të rrëmbej. Sot, Mërkuri sjell një valë dyshimesh apo shqetësimesh që mund të duken më të mëdha se sa janë. Mos u dorëzo ndaj frikës, sepse energjia e ditës mund të ndihmojë të zbulosh diçka që kërkon një rregullim apo rishikim. Ndoshta një plan që ke pasur prej kohësh ka nevojë për një qasje të re. Në mbrëmje, gjithçka fillon të vendoset në vendin e vet, do të ndihesh më e qetë, me më shumë kontroll dhe me mendje të kthjellët. Kjo është një ditë që të mëson se çdo keqkuptim mund të kthehet në një mundësi për përmirësim, nëse e përballon me durim dhe urtësi. Peshorja, sot, mund të ndihesh sikur vendimet e vogla janë më të vështira se zakonisht. Mund të përballesh me shumë zhurmë, me një agjendë të mbushur dhe me mendime që të tërheqin në drejtime të ndryshme. Në këtë lëmsh të vogël ditor do të ndihmojë shumë nëse i jep vetes pak hapësirë për të reflektuar. Në çështjet që lidhen me paratë, vlerat dhe ndjenjat personale, është mirë të shmangësh vendimet e nxituara. Mërkuri sot krijon një ndikim që mund të bëjë të përqendrohesh shumë tek problemet apo mangësitë, qoftë në një marrëdhënie, qoftë në jetën materiale. Mos lejo që mendimi kritik të kthehet në mendim shkatërues. Ndoshta ndihesh sikur dikush nuk po të vlerëson aq sa meriton, apo sikur përpjekjet e tua kalojnë pa u vënë re. Por mos e lejo këtë ndjesi të shtyjë drejt manipulimit apo kontrollit të situatave.
Fuqia jote e vërtet sot qëndron në vetë kontrolin dhe durimin. Nëse shikon përtej tensionit të momentit, do të kuptosh se këto ndjesi po të tregojnë diçka më të thellë për veten tënde, ndoshta një frikë apo pasiguri që ke shmangur. Pranoje, kuptoje dhe lejoje të udhëheq drejt qartësisë. Në mbrëmje, energjia fillon të zbutet. Do ta ndjesh më lehtë të lësh pas krahasimet, pasiguritë dhe të gjesh një balancë të brendshme. Kjo ditë të kujton se ekuilibri nuk është diçka që e gjen jashtë, por një qetësi që e ndërton brenda vetes. Akrepi sot ndoshta ndjen se jeta nuk po ecën sipas planit. Mund të kesh shumë për të bërë, por të duket sikur gjithçka është e çrregullt dhe kjo të sjell ankth. Kjo ndjesi përforcohet nga Mërkuri, i cili sapo ka hyrë në shenjën tënde dhe sot përplaset me Plutonin, aspekt që nxit tensione mendore dhe mendime fikse. Mund të kapesh pas një ideje, një shqetësimi apo një bisedë që s'të del nga mendja. Kjo lodhje mendore mund të ndikojë në humorin tënd dhe të bëjë më të ndjeshëm ndaj çdo fjalë apo qëndrimi të tjerëve. Por çelësi është ta kanalizosh këtë energji në mënyrë ndërtuese, në vend që të shqetësohesh për gjëra që nuk mund t'i kontrollosh. Përpiqu të përqendrohesh në ato fusha të jetës ku ke ndikim të drejtë për drejtë, në rutinën tënde, në organizim apo në përmirësimin e diçkaje personale. Kështu, ajo fuqi e madhe mendore që ke nuk kthehet në stres, por në përparim, në komunikim, mund të përballesh me njerëz kokfort ose të mbyllur në vetvete. Përpiqu të mos e marrësh këtë si sfidë personale. Ndonjëherë të dish të heshtësh është më e fortë se të kundërshtosh. Në fund të ditës, kupton se çdo tension që ke ndier ka qenë një thirrje e brendshme për ndryshim. Mos u kap pas gjërave që nuk funksionojnë më, qofshin zakone, ide apo lidhje. Universi po të shtyn të lirosh hapësirë për diçka më të mirë që po vjen. Shigjetari, sot, shigjetar, mund të ndihesh sikur komunikimi nuk po rrjedh siç duhet. Fjalët mund të keq kuptohen, mesazhet të interpretohen ndryshe, dhe kjo mund të shkaktojë pak stres apo hutim. Energjia e Mërkurit është përplasur me disa ndikime që sjellin turbullira mendore, prandaj, më mirë merr frym thellë dhe ec me hapa të ngadaltë, në vend që të përpiqesh të zgjidhësh gjithçka menjëherë. Lejo kohën të bëj punën e vet. Vendimet që i merr me nxitim sot mund të mos jenë të qëndrueshme. Nëse diçka nuk po funksionon siç duhet, mos e lodh veten duke e analizuar pafund. Ndonjëherë qartësia vjen vetëm kur pushon së menduari tepër. Gjithashtu, përpiqu të shmangësh reagimet impulsive. Ndonjë fjalë e thënë me ngut mund të keq kuptohet, ndaj sot është dita për të dëgjuar më shumë dhe për të folur më pak. Nëse diçka të duket e paqartë, mos e detyro veten të kuptosh menjëherë. Universi do të ta tregojë në kohën e duhur, më vonë gjatë ditës, ndihesh më i lehtësuar. Rrjedha e ngjarjeve fillon të bëhet më e qetë dhe ti kupton se disa probleme nuk kanë nevojë të zgjidhen menjëherë, thjesht duhen parë nga një këndvështrim tjetër. Sot, durimi dhe vëzhgimi janë aleatët e tu më të mirë. Britsjapi, kjo ditë mund të jetë një përzierje e çrregullt mes planeve dhe ndërprerjeve. Mërkuri krijon përplasje që mund ta bëjnë të vështirë të qëndrosh në ritmin tënd të zakonshëm. Dikush mund të ndërpres planet, të ndryshojë diçka në minutën e fundit, apo të vërë në një situatë ku duhet të improvizosh. Dhe ndonë se kjo mund të bezdisë, mësohu me idenë se fleksibiliteti është forca jote sot. Në vend që të përpiqesh të mbash çdo detaj nën kontroll, lejo gjërat të zhvillohen me rrjedhën e tyre. Mund të zbulohet një e vërtetë apo informacion i ri që të ndihmon të shohësh një situatë ndryshe. Por ki kujdes, ndikimi i Mërkurit dhe Plutonit mund të bëjë të mendosh në mënyrë ekstreme. Të dyshosh tepër apo të kërkosh përgjigje para kohë. Në marrëdhënie mund të ketë tension nëse njerëzit rreth teje janë shumë të ngulitur në mendimet e tyre. Përpiqu të mos e marrësh gjithçka personalisht. Ngulmi për të pasur gjithmonë të drejtë mund të lodhë më shumë se çdo debat. Nëse ndjen ankth ose pasiguri për të kaluarën, mos u zhyt në faj apo vetkritik. Ajo që ka ndodhur nuk mund të ndryshohet, por mund të shërbejë si mësim. Në vend të përqendrimit tek e kaluara, drejto energjinë në përmirësime konkrete për të ardhmen. Në mbrëmje, gjithçka fillon të qetësohet. Kupton se edhe ndërprerjet, edhe vonesat kishin një qëllim të fshehtë,
për të çuar drejt diçkaje më të mirë. Ndoshta një mënyrë të re pune ose një vizion më të qartë për qëllimet e tua. Ujori, dita mund të duket e shpërndar dhe me energji të paqëndrueshme, por brenda kësaj rrëmuje fshihet potenciali për zbulime të vlefshme. Mund të përjetosh një rënje të papritur energjie në një marrëdhënie apo projekt që ke nisur me entuziazëm, por mos u shqetëso, është vetëm e përkohshme. Ndikimet planetare të ditës nxisin tension mendor dhe një dëshirë për t'i çuar gjërat në ekstrem. Kjo mund të bëjë të shqetësohesh për mënyrën si të tjerët të shohin, për reputacionin tënd apo për mënyrën si e percepton bota punën tënde. Por kujto diçka të rëndësishme, asgjë nuk fiton kuptim nëse e shikon nga prizmi i frikës. Në vend që të reagosh me nervozizëm ose ta fshesh pasigurinë në një maskë force, përqendrohu tek përmirësimi i pjesëve të brishta të vetes. Kjo është dita për introspeksion, për të marrë me atë që mund të kontrollosh, veten tënde. Mërkuri ndodhet në një zonë shumë publike të hartës tënde astrologjike, ndaj kujdes me fjalët. Çdo koment, çdo mendim i hedhur pa mendim mund të ketë jehon më të madhe se zakonisht. Por mos lejo që kjo të friksoj, përdore si mundësi për të komunikuar më me mençuri e maturi. Nëse të duket sikur nuk ke kohë për të marrë me gjithçka, kujto se kjo ndjesi është e egzageruar nga ndikimet e ditës. Bota nuk po ikën nga duart e tua. Thjesht merr frym dhe përpiqu të rikthesh kontrollin e brendshëm. Pesh, sot komunikimi mund të jetë paksa i turbull, sikur çdo person të dëgjonte një frekuencë tjetër nga jotja. Mërkuri krijon përplasje që mund të bëjnë të kalosh nga mirëkuptimi tek hutimi në çaste të ndryshme të ditës. Kjo nuk është dita më e mirë për vendime të nxituara, sidomos nëse ndihesh i pasigurt apo i shqetësuar. Kur shqetësimi udhëheq mendimin, rrallë arrihet në zgjidhje të mençura. Në vend që të përpiqesh t'i zgjidhësh të gjitha menjëherë, merr çdo gjë hap pas hapi. Mendimi strategjik të ndihmon, por nëse e tepron me analizat, mund të humbasësh objektivitetin. Përpiqu të mos shohësh gjithçka në barë dhe zi, ndonjëherë zgjidhja që kërkon ndodhet në mes. Në balancën e heshtur që vetëm intuita jote e gjen, nëse ndihesh i mbingarkuar, thjeshto gjërat. Largohu për pak nga zhurma, shkurto angazhimet e panevojshme dhe jepi mendjes pak qetësi. Mos lejo që frika apo pasiguria të udhëheqin, shpesh janë iluzione të krijuara nga lodhja dhe stresi, ndërsa dita ecën, energjia fillon të lehtësohet. Fjalët vinë më qartë, ndjesitë bëhen më të kuptueshme, dhe ti kupton se çdo paqartësi kishte një qëllim, të mësonte durimin dhe vetbesimin.